Një sherr i dhunshëm ka ndodhur mëngjesin e kësaj të premteje në shkollën e Shënëvlashit. Policia e Durrësit ka reaguar mbi ngjarjen e ndodhur në mëngjes, ku disa nxënës u përfshin në një konflikt fizik me njëri tjetrin. Në njoftimin e saj, policia konfirmon se rreth orës 9:30 në shkollën e fshatit Shënëvlash janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin disa nxënës të moshave 15, 16 dhe 17 vjeç. Me ndërhyrjen e menjëhershme të oficerit të sigurisë dhe stafit pedagogjik, është parandaluar përshkallëzimi i konfliktit. Nga ky konflikt është dëmtuar lehtë një 15 vjeçar, informon policia. Shërbimet e policisë me marrjen e njoftimit kanë shkuar menjëherë në ambientet e shkollës dhe i kanë shoqëruar të miturit në ambientet e komisariatit të policisë për veprime të mëtejshme. Të gjitha veprimet u kryen në drejtimin e prokurorisë në pranitë e psikologut, përfaqësuesit ligjor, oficerit të sigurisë, përfaqësuesit të stafit pedagogjik dhe prindërve të nxënësve.